kjo arrogancë e shfrenuar, ku ju qonë? Ju po silleni ndaj opozitës siç mund të sillet dikush ndaj një armiku dhe jo ndaj një kundërshtari politik. Zonjë, ne i kuptojmë problematikat e brendshme, rivalitetet, zellin, partizanlikun për të qenë sa më jashpër betejat me kundërshtarin, pastaj për të marrë një shpërblim, por ka një etik, ka një rregull, ka një protokoll që duhet zbatuar. Çfarë do të thotë kur i drejtohesh i deputeti kështu? Kështu. Çfarë do të thotë? A mund na e thuash ti? A mund ta thotë një njeri me minimumin e edukatës dhe të kulturës? Kjo është sa për paradhënie. Tani për projekt ligjin për performancën energjetike të ndërtesave, unë nuk e kam ndërmend të harxoj kohë sepse performanca energjetike juaja u tregua para disa ditësh kur punoi një punëtor i Salillarit që mezi mban familjen me rrogë, mori të drejtën e ndërtimit një parku voltaik 80 milion euro. Këtu ajo është pasqyra energjetike e regjimit tuaj. Por çfarë na intereson ne dhe qytetarëve shqiptar është për të bërë një transparencë dhe një pasqyrë farsës elektorale që keni zhvilluar asaj, transparencët të cilët ju i fshiheni dhe ikni sa në Ukrainë, sa në Greqi, por që prapë këtu se këtu do të vini. Çdo ditë opozita, Partia Demokratike, zbulon faqe tjetër të zezë të kësaj farse. Një farsë e tillë do të turpronte pa diskutim çdo qeveri gjysmë demokratike, jo më demokratike, por një farsë e tillë bën krenar vetëm regjimet narkos. Ne kuptojmë që maktet e lënies së pushtetit, duke marrë në konsiderat ato që do ndodh pas saj, e bëjnë një regjim që zgjedhjet t'i shndrojë në farsë. Por farsë si kjo as ishte menduar ndonjëherë. Më e turpshmja, shteti që duhet funksionojë për qytetarët u shndrua në shtet elektoral. Bandat që deri para ca vitesh konsideroheshin banda dhe krimi organizuar, u lartësuan në shkallën siprore të tyre dhe u shndruan në kartele për të shërbyer farsës dhe tjetërsimit të votës. Patronazhimi si skemë kriminale u aplikua tërësisht. Të gjitha këto shkatruan zgjedhjet dhe i shndruan ato në farsë. Por detyra jonë është të bëjmë transparencën dhe vetëm transparencën dhe demaskimin e kësaj farse. Juve ju duket se sa herë bëjmë transparencë dhe demaskim të kësaj farse, ne po dëmtojmë imazhin e Shqipërisë. Por mos harroni, hajduti që jeni ju, kur vjedh, nuk thoni që po demaskon imazhin e Shqipërisë, por sipas jush e zbukuron. Kur ne demaskojmë, thoni që ju po dëmtoni imazhin e Shqipërisë, por nuk jemi vetëm ne. Unë do t'ju tregoj disa pika shqiptarëve sot të projekt të rezolutës që kaloi në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian me unanimitet, pra e majta dhe e djatha, dhe që pritet të kaloj brenda korrikut në parlament. Ne kemi thënë që mediat u përdorën si tamtame të kundër opozitës në fushat dhe mbajtën anën e pushtetit. E thot edhe projekt rezoluta e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Ajo thot tekstualisht: i bëjmë thirrje Shqipërisë të përshpejtojë reformat si dhe një parafrim në fushën e lirisë shprehjes, lirisë informacionit, pluralizmit dhe pavarësisë media. Pra edhe pluralizmit, ajo sjellja juaj zonjë është alarm, është antipluraliste. Tani, çfarë thot tjetër? Rezoluta: i bëjmë thirrje për një dialog të mirëfillt për të promovuar stabilitetin dhe përparimin. Pra ju e keni futur këtë parlament në destabilitet.
duke mohuar çdo dialog dhe duke konsideruar kundërshtarin politik si armik. Nuk e thot Partia Demokratike vetëm, e thot Parlamenti Evropian, sepse ju opozitës i vërsulni skapin, gjykon, gjitha. Kjo është detyra juaj ndaj opozitës dhe jo dialog i mirëfillt dhe stabilitet politik. Parlamenti Evropian thekson në rezolutën se nevojën për mbikëqyrje efektive parlamentare për funksionimin e institucioneve. Këtu parlamenti, siç e dim gjithë, është shndërruar në një noter qorr të çdo akti korruptiv dhe kriminal të qeverisë. Këtu funksionon Partia Shtet dhe parlamenti është vegël e Partisë Shtet. Të njëjtën gjë thot rezoluta edhe për balancën e pushteteve. Partia Shtet e ka zhdukur balancën mes pushteteve. Rezoluta e Parlamentit Evropian thekson se zgjedhjet u zhvilluan në një mjedis thellësisht të polarizuar dhe garuesit nuk kishin kushte të barabarta. Pra tregon që shteti elektoral, krimi dhe kartelet, VKM-t e dala në kundërshtim me ligjin për blerje vote, patronazhimi, treni bullgar dhe gjitha ishin pabarazia që ulëritse në këtë garë. Dhe nuk e themi ne, e thonë parlamentarët evropian. Parlamenti Evropian në këtë rezolutë shpreh shqetësimin se partia në pushtet përfitojnë nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative. Pra, thot qartësisht se në Shqipëri Sultan Surreli ngriti një shtet elektoral në funksion të fitores dhe të farsës dhe jo në funksion të qeverisjes. Çfarë thot më tej rezoluta? Rezoluta bën thirrje për respektim dhe mbrojtje të drejtave të njerëzit nga ana e qeverisë. Këtu të drejtat e lirisë të njerëzit janë varësi të humorit të sultanit. Ai cakton kush dhunohet, kush mbrohet, kush burgoset. Ai cakton karteleve, porte, tendra dhe koncesione, ndërsa qytetarët e lirë dhunohen si të ishin kriminal. Çfarë thot tjetër? Kujton se Shqipëria duhet të mbrojë të drejtën e pronës. Po ku është drejta e pronës në Shqipëri? Gjipeja, tokë publike, u kthye tokë private e kryeministrit. Dhe për këtë arsye, Ardit Bido, një nga bekuesit e këtij transformimi të madh, do shpërblej nga sultani, sepse pronën publike e ktheu në pronë private të sultanit dhe e sjell këtu në parlament. Ja, pra ky është mesazhi që jepni ju, edhe shqiptarëve, edhe Parlamentit Evropian për pronat. Shpreh shqetësim rezoluta serioz për trajtimin e dënave personale. Por çfarë është? Është damkosje e patronazhimit tuaj, sepse ju dhënat personale të çdo shqiptari i përdorni nga patronazhistët për votën, për efekte elektorale. Por çfarë thot tjetër? Presionet të vazhdueshme, shqetësim për presionet ndërhyrje dhe presionet të vazhdueshme politike ndaj sistemit gjyqësor. Pra tregon që Rama vetë vendos për spakun, për gjykokon, për çdo gjykat dhe prokurori. Sepse besnikëria ndaj partisë dhe regjimit është mbi të gjitha. Dhe me këtë Parlamenti Evropian fshikullon drejtësinë si një drejtësi politike. Çfarë thot tjetër? Shqipëria thot renditet në vendin e 80 të indeksit perceptimit korrupsionit nga Transparency International. Tregon përparim që ka nevojë Shqipëria për përparim të ndjeshëm luftën kundër korrupsionit në nivele të larta. Çfarë është? Pra tregon që në Shqipëri Edi Rama tregon kush do të shkojë në burg. Ky vjedhin të gjithë, por ai selekton dhe vendos fatin e çdo njërit për jush.
Pra, skapi përsëri dhe gjykoja janë vegla të Edi Ramës dhe i kanë në kontrol. Nënvizon reduktimin e stokut të dosjeve, 15 vjetë që të vitë që të shërtohet një dosje në gjukatat normale. A e kuptoni ju ku e keni quar? S'ka qenë kur drejtësia në këtë dergje që e keni quar ju. Dhe nuk e themi ne këtë, e thot Parlamenti Europian. Inkurajon autoritetet shqiptare të reduktojnë rrezikun e varfërisë dhe përjashtimit social, sepse e thot, sepse 47% e shqiptarëve jetojnë në minimum jetik në vendin tonë. 37% e fëmijëve shqiptar janë të keq ushqyer. Kur i themi ne, ju thoni po nxini imazhin e Shqipërisë, por po i thot Parlamenti Evropian. Pra ju që i bëni nxini imazhin e Shqipërisë dhe jo që ne që bëjmë transparencën dhe kërkojmë ndërhyrje. Edhe 1 minutë. Tani zonjë, Parlamenti Evropian shqetësimin për përpjekjet për të ndikuar dhe kontrolluar mediat nga aktorët politik përfshirë përmes reklamave shtetërore, pronësisë jo transparente të mediave dhe presionit. Çfarë? Kemi ne reklama si opozit shtetërore? Kemi asgjë s'kemi ne. Por ju është kjo kampanë. Pra ju i keni kthyer të gjithë televizionet në Vari Carlo numër 1, Vari Carlo numër 2, Vari Carlo numër 3, Vari Carlo numër 4. Këto janë televizionet. Mbylleni, ju lutem se ka kaluar koha. Ulun vend. Ka mbaruar koha. 1 minutë e 45 sekonda shtesë kohe. Fjalën e ka zoti Nasufi. Fjalën e ka mbaruar koha. Nuk ua japun kohën, ua jep rregulloria 10 minuta është. Uluni. Zoti Nasufi ka fjalën. Zoti Nasufi ka fjalën. Ulu. Ulu vend zoti Nasufi ka fjalën. Jo, nuk uleni kur ju teket juve, sepse ju mbylleni mikrofonin, sepse ju nuk jeni këtu as në shtëpinë tuaj, as në partinë tuaj, as në ndonjë vend tjetër të izoluar, jeni në kuvend e Shqipërisë. Fjala ju e ka mbaruar, madje te i kaluat minutat dhe sigurisht që abuzuat me fjalorin si që bëni gjithmonë, po qytetarët si që ju kanë gjykuar do t'ju gjykojnë sërish, edhe për fjalën. Zoti Nasufi. Nderuar zonja kryetare, kolegë deputet,